Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Qytetarët po bëjnë gati përgatitjet e fundit për darkën festive të ndrimit viteve, ndërsa autoritetet lokale kanë gati surprizat shumëta. Në sheshin Skënderbej në Tiranë do të ketë spektakël fishek zjarresh dhe një koncert festiv që do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit. Shqipëria është gati për të pritur ndërimin e viteve, ndërsa qytetarët po bëjnë gati përgatitjet e fundit për darkën festive, autoritetet lokale kanë gati surpriza të shumta, jo vetëm kryeqyteti, por nga veriu në jug, qytetet janë veshur me dekorim festiv. Turistë të huaj, por edhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë kanë zgjedhur që natën e ndërimit të viteve ta festojnë në Shqipëri. I uroj gjithë shqiptarëve, po, të bëjnë një vit të ri sa të gëzuar, po, edhe të jenë në shëndet të plot. Edhe gjithë të mirë i uroj. Do jetë një vit i mbar për ne, inshallah, shpresojmë. Vit i mbar, shpresoj që gjithë gjërat e këqija ti kemi lënë ky dhe viti tjetër fillojmë me gjëra të mira. Gjithë shqiptarët kudo, jo vetëm në Shqipëri, po të shpërndarë në gjithë planetin. Gëzuar të gjithëve, vit më i mbar inshallah. Urime të gëzuar për shumë vite, inshallah një vit i mbar për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Urimi më i madh është për gjithë shqiptarët, si katolik, si musliman, bashkëpunim. Në sheshin Skënderbej në Tiranë do të ketë spektakël fishek zjarresh dhe një koncert festiv që do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit. Edhe në qytete të tjera janë organizuar aktivitete të shumta me pjesëmarrjen e artistëve të njohur. Policia e shtetit ka hartuar një sër masash për garantimin e mbarvajtjes së festimeve me rastin e ndërimit viteve. Në të gjithë territorin e Tiranës, masat konsistojnë me shtimin e oficerëve të policisë të rendit, por edhe të atyre të policisë kriminale në të gjitha zonat urbane, sidomos aty ku ka fluks qytetarësh, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Në hyrje dhe dalje të qytetit janë vendosur pika kontrolli, si dhe patrullimet lëvizshme për të rritur sigurinë e qytetarëve. Shtim në rrugët e Tiranës ka edhe me oficer të policisë rrugore dhe patrullime për parandalimin e aksidenteve. Shtim të oficerëve do të ketë edhe në sheshet publike, shëtitore, pedonale, objekte kulti, në ambjente argëtimi dhe në qendra tregtare. Fokus veçantë ka në shkëmbimin e informacionit për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim. Qytetarë të shumtë kanë zgjedhur baldushkun për të blerë gjelin e detit për darkën e fundvitit. Ndjekim materialin satirik përgatitur nga gazetari Marcel Rupi. Është mbrëmja e ndërimit të viteve. Është i vetmi moment kur në familjes shqiptare, jo vetëm, por ne dim traditën shqiptare, krye familjari nuk është ai që mendoni ju, por krye familjari dhe ai kryesori i tryezës është gjeli i detit. Prandaj kemi ardhur në tregun e baldushkut, kemi ardhur pikërisht në të vend që është i njohur i famshëm për gjelat e detit dhe kemi ardhur për të folur me ta, për të folur me kryesorët, për të folur me ata që na bëjnë mbrëmje. Jo me njerëzit, jo, me gjelat. Pulave u ka hirë, ka karisin vetëm në kotet. To jemi në tregu gjelit detit në mos afakat badush, njësia badush. Banë në luftët me njëri tjetër, që zëjnë, kush o më mirë, to jetë më këtaj. Më shtrej më mirë? Mje pa te që humë mua vla, që më duhet mu, më shtrej. Ka keni një që humë këto, një që i merë në kamët? A dhe fito? A kjo fito ta marë? Ajo më mirë. Ushit kjo maroje? Po, kjo ushit. Qatë po, ma beshoj e sa kile është? Kjo është 7 kile gjysë. Që beshoj kështu me kra? Jo, me pesh. Me pesh, ova. Po e kemi peshu. Ja, tak peshore ultra. Sa lunë gram kjo se lulli qik peshore, apo farë? Nuk lunë farë. As luk, jo? A i bëni stërvitje gjatë vitit të tyre gjelave? Pa të të pullot, stërvitje. Bëjmë pompa. Si stërvis një gjela, do me ditë? Gjelet në stërvisë misër, ullej, bar, ka që të bëjnë. Shnoshke, në më thëmë të stërvisës dhe do zhjeda, i bam, do përlesh. Se ke klubis. A me i keni me kulturë kështu? Me kulturë, pa tjetë. Ti aty? Riortë? Tu a ketë si unë? Tu më të mirë e ke selekcionu i qik? Ska të mirë ti se mirë në këtë të? Më leta se ti e njef kush është e kap në pesh, në synë. Po më shef mute, a jam i mirë. Po ti shumë. Më mirë se gjeli, po që... Po më shef mute, ja, shkëllqej gjeli. Kërë duke shkëllqej gjeli, shifit zotë? Shifit zotë se që? Po shifit zotë në ne. Oke.
Po mirë, ideja është që ti për vete e ke zgjedhje Gjelin këtë vitin. Pas pa të zgjedhë për vete do të shes për... Gjeli, fluturojnë detarja. Po lare se do vinde veta jo, s'ka nevoj. Duke jam të fortë, shi se bëdhe, shi. Ba. E gjajtë për najtë me të zotit. E gjajtë zotit. Edhe i zotin më i fortë i zonës tu, a? Qa me, ja. Ja, shi me shkrujt. Merë shumë je. Pula vjen 5 kg gjys, po pulën e me 12, 60.000 lek, 65.000 lek, 70.000 lek. Sa pula kushton më shumë? Kushton më shumë pula. Si kushton ka më shumë, është burri në familje, është Gjeli. Është burri pra në familje, po i kemi dhënë prioritet shumë femnës për me. Është koha e grave, japim prioritet grave. Koha e grave, ka koha grave dhe ne japim prioritet grave. Ja, kështu është kur vjen gratë në kryesi. Po Gjelin da marrin patjetër se pa Është tradit. pa gjel Shqipëria, sidomos Shqipëria mesme, pa gjel nuk, Mos e bëv zotin, edhe pa përshesh misi. Ti vetë qa merë, Gjeli apo pulë në shtëpi? U vetë konsumoj vetëm gjel. Se pulën jo? Jo, po jam gjel vetë. Po i rana muzi se satuan tek pulat. E ku do të ta satonin tek raketat? Po ne që merremi të rjetën me pulat, qeli. Si a bo për shumë, ta zëm që ti vetë i ke vonë sy unionit për shtëpi. Edhe vi unë të unë du me morë këte, atë do ti. A bëni që kështu politikë, thu për shumë, që do më atë sa i... Ja, nuk bëj politikë fare, pa e bres shkurt komplet. Ky e gjelin. Maro punë. Maro puna. Po e ke Gjelin tatë për shumë? Po gjelin te me kam me maj shpi atje, e kam maj veçan. E maj veç atje se kam halë se vind në marin të më lutën, edhe me hanë më sysh. Maman, mos lek. Po si në të riu du më të mujtë i rrisë anë, mas maj më të mirë për vete. Unë kom qenë edhe ty 20 vjetë kërë plek të vëtë zdenë. Që thurë? Pore! Po si ke qenë kërë plak 20 vjetë, kur parë 20 vjetë, ti si shë plak i herë? Jo, kam qenë kërë plak, kishte emnin kërë plak. Sa vjetë që ishe kur bole kërë plak? Po du nuk e majnë men fare, po 20 vjetë të më. Ti dhe sot je kryeri. A mund të themi që këta janë Gjela kështu me kulturë, me edukatë? Po me kulturë, me edukatë, se i kam vonë shkollë. Gjysë me këtëve ka shkollë në mesme, gjysë me ka shkollë në largë. Po a joti ka master. A imi ka master, unë është pedagog. E që Gjeli pedagog. A e ke fut me mitë Gjelin pedagog? Themi drejtën. A ka një komshitu e ka qik mund të menshëm Gjelin se... Me foleritet, të më Shqipëri nuk ka gjo pa mik. Ti e ke fut me mik? Po me mik, s'bot fjallë fare. S'kam Shqipëri, përveç se miku nuk e kësë si gjo. Unë erdha këtu më thanë është më i ndershme, e për në erdha. Apo tjerët janë më keq, ti e më i ndershme. Oro jam më mirë, tjerët janë fare. Jemi të vegjël. News 24 vjen në ditët e ndrimit viteve me një program festiv të veçantë. Producenti Gjergj Leka sjell në programet e tij festive muzikë, humor dhe emocione për gjithë familjen. Netët e ndrimit viteve do të shoqërohen me spektakle të mëdha, artistë ndërkombëtar dhe surpriza, pa munguar informacioni për zhvillimet kryesore, një mënyrë ndryshe për të festuar së bashku me shikuesit. Televizioni News 24 vjen ndryshe në ditët e ndorimit të viteve, duke qëndruar pranë shikuesve të tij me një program festiv të pasur për gjithë familjen, pa hequr dorë nga misioni kryesor, informimi. Më 31 dhjetor ekrani News 24 do të transmetoj koncertin e madh të ndorimit të viteve, që mund të ndiqet nga ambientet e Flumen Park. Një mbrëmje me hite ndërkombëtare të këngës, muzikë instrumentale e klasike, ku në qendër do të jenë edhe talentet e rinj më të mirë të vitit, të shoqëruar nga familjarët e tyre si të ftuar special. Programi do të shoqërohet me kamera të fshehta të realizuara me gazetarët e News 24, humor nga estradat e dikurshme shqiptare dhe perla të humorit ndërkombëtar, me emra ikon si Benny Hill dhe Mr. Bean. Spektakli do të vijojë edhe pas mesnatës me eventin special Hollywoodin Vjena. Festimet vazhdojnë më 1 janar me një tjetër spektakël të veçantë, me muzikë, këngë dhe humor shqiptare të huaj, realizuar kryesisht në ambientet magjike të Prestige Resort në Golem dhe Tiranë. Eventi i madh i 1 janarit do të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit të 2 janarit, duke u mbyllur me një multi-event skenik ku protagonist do të jenë 2 ikona botërore të spektaklit, Andre Rie dhe Jani.
Programi festiv nuk ndalet me kaq. Gjatë muajit janar, producenti i programit të vitit të ri dhe të 1 janarit, Gjergj Leka, do të sjellë në ekran për 4 fundjava rresht 8 evente koncertale ekskluzive që variojnë nga Charles Aznavour tek Ennio Morricone, nga Tom Jones tek Helen Fisher e shumë emra të tjerë të mëdhenj të muzikës botërore. Për herë të parë në ekranet shqiptare, kaq shumë evente të mëdha dhe të magjishme vijnë së bashku, të dedikuara 100% për familjen shqiptare. News 24 dhe gjithë stafi i drejtuesve dhe gazetarëve ju urojnë një vit të ri, plot gëzime, shëndet dhe lumturi në familjet tuaja. Viti 2025 ishte shumë i trazuar për median shqiptare. Ai shënoi edhe një nga momentet më të vështira të gazetarisë pavarur, pasi News 24, televizioni më i madh informativ në Shqipëri, u përball me ndërhyrjen e dhunshme shtetërore, por edhe qëndresën dhe ringritjen e gazetarisë që nuk mund të ndalet. Këto ngjarje treguan ndër të tjera drejtësinë dhe vërtetësinë e fakteve dhe denoncimeve tona mbi aferat dhe korrupsionin e qeverisë. Institucioni e ti, shteti për mua e ti, zotri. I drejtojmë edhe shikuesve të cilët në qoftë se nuk e ngrenë zërin për këtë që po ndodh, atëre jam e sigurt që do t'ju shuhet, do t'ju zbehet zëri tyre. Zotri, po ndalohemi që ta aksesojmë ambientet e televizionit në kundërshtim të vendimit të gjykatës. Është e paprecedent, ndjesër më beso, do më ta them sinqerisht, do ju vi tur për këtë që po bëni. E lirë të gazetarisë. Arkivat e materialet të rëndësishme mbetën të bllokuara brenda godinës dhe u zhvendosën me kamiona ushtrie. Ky veprim cënoi drejt për drejt punën e qindra punonjësve, të drejtën për informim të publikut dhe funksionimin normal të medias. Gazetarët dhe punonjësit e News 24, por jo vetëm, protestuan në mënyrë paqësore për disa ditë përpara godinës, duke kërkuar të drejtën për të marrë mjetet e tyre të punës dhe për të vijuar informimin e publikut. Edhe pse të përjashtuar fizikisht nga ambientet e televizionit, puna nuk u ndal dhe zëri i gazetarisë nuk heshti. News 24 vijoi transmetimin jashtë mureve të tij në kushte të jashtëzakonshme, duke dhënë një mesazh të fortë rezistence dhe profesionalizmi. Pamjet e transmetimit në ambient të hapur u kthyen në simbol të qëndresës ndaj presionit dhe ndërhyrjes shtetërore. Pas kësaj tronditjeje të fortë, erdhi ringritja.
Brenda një kohe shumë të shkurtër, botuesi i Focus Media News, zoti Irfan Hysembelliu, vuri në jetë vizionin e tij, rihapi televizionin, riorganizoi stafin dhe transmetimi rifilloi. Arkan, je fort Arkan, bravo. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt në News 24, sa bukur është ta thuash tani këtë fjalë, sidomos pas këtyre ditëve të vështira që të gjithë ne gazetarët kemi kaluar. Me mjete minimale dhe mjedise modeste, por me përkushtim të madh ndaj së vërtetës dhe publikut, News 24 dëshmoi se nuk është thjesht një godin apo pajisje teknike. News 24 është njerëzit e tij, janë gazetarët që raportojnë, operatorët që sillin pamjen dhe një mision që nuk ndalet as nën presion, as përballë forcës. Sot me gjithë ngjarjen e rëndë që përjetoi, News 24 vijon me intensitet punën. Transmetimi vazhdon pa ndërprerje, e vërteta vazhdon të thuhet. Ngjarjet e fundit me Belinda Ballukun dhe Akshin treguan se denoncimet dhe investigimet tona ishin të sakta dhe ato do të vazhdojnë, sepse fjala e lirë nuk shuhet me urdhër dhe gazetaria nuk ndalohet me forcë. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Piskupat të Pogradecit, ku një 12 vjeçare dyshohet se është abuzuar seksualisht nga një 70 vjeçar, ndërsa vajza rezulton se është në javën e 22 të shtatzanisë. Dyshohet se 70 vjeçari e ka kërcënuar vazhdimisht të miturën për të mos treguar ngjarjen, ndërsa policia arrestoi të moshuarin pas denoncimit të prindërve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Piskupat të Pogradecit. Një 12 vjeçare nga ky fshat dyshohet se është përdhënuar para 4 muajsh nga një 70 vjeçar. Sipas denoncimit të familjarëve të vajzës, ngjarja ka ndodhur 4 muaj më parë në banesën e 70 vjeçarit, por është zbuluar vetëm tani, pasi 12 vjeçaria ka mbetur shtatzën dhe është 4 muajshe. Familjarët e 12 vjeçares kishin vënë re ndryshimet fizike të vajzës dhe pas një vizite në spitalin e Korçës ka rezultuar shtatzën rreth 22 javë. Mësohet se 70 vjeçari e ka kërcënuar vazhdimisht të miturën për të mos treguar ngjarjen, ndërsa policia arrestoi të moshuarin. Vajza ka pranuar ngjarjen në praninë të psikologut, duke pohuar po ashtu se ngjarja ka ndodhur në banesën e 70 vjeçarit. Familjarët e të miturës jashtë kamerës u shprehën për News 24 se me autorin e dyshuar kishin shumici dhe nuk kanë pasur dyshime që mund të ndodhte kjo ngjarje. Ata presin që drejtësia të veprojë teksa paraqiten në gjendje shumë të rënduar emocionale. Të afërm të 70 vjeçarit shprehen po ashtu të tronditur për ngjarjen. Profesore është i mirë, s'është aq i keq. S'kam dëgjuar laf të keq për ta. Po sot, kur e morët vesh? Sot as muram tash e mora vesh. Tash që erdhi ai çuni. U trondita. Ne s'kemi ndjerë gjo, as gjo s'kemi ndjerë. Prim po si. Sa fëmijë? 4. Ka nipur, ka mbesa, ka. U ti buri një gjo. S'dia asgjë fare. E fëmijës nuk. Si kanë marrëdhëniet me një tjetrin familjes? Shkojnë hyjnë dalin? Shkojnë, vinë atë, nuk keq. I moshuari dhe vajza jetojnë në të njëjtin fshat, ku në mirëbesim familja e 12 vjeçares e lejonte atë të vinte shpesh në ndihmë 70 vjeçarit, duke i bler ushqime në dyqan. Një 35 vjeçar u arrestuar në qytetin e Rrëshenit për llogarit e autoriteteve italiane pasi është caktuar masa arrest në Burg për vjedhje. 35 vjeçari akuzohet për pjesëmarrje në grup kriminal ku vetëm gjatë vitit 2023 dyshohet se ka kryer 71 vjedhje apo tentativa për vjedhje me armë në disa banesa në 4 rajone të Italisë. Një 35 vjeçar shqiptar i kërkuar nga autoritetet në Itali për pjesëmarrje në grup kriminal u ndalua në qytetin e Rrëshenit. Në pranë ka përfundoi 35 vjeçari Martin Zheri Tirtja, i cili akuzohet se në vitin 2023 ka kryer 71 vjedhje apo tentativa për vjedhje me armë në banesa në 4 rajone të Italisë. Në vitin 2024, gjykata e Milanos i ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për armbajtje pa leje, vjedhje me dhunë dhe shkatërim të pronës, të kryera në kuadër të
të grupit të strukturuar kriminal. Për secilin rast, disa pjesëtar të grupit akuzohen se kanë qenë të armatosur kur kanë kryer krimet kundër pronës dhe më pas janë larguar me automjete. Gjithashtu, policia ka nisur procedim penal edhe për personin që po udhëtonte me automjet me 35 vjeçarin në Roshen, duke e akuzuar për përkrahje të autorit të krimit. Ndërkaq, Interpol Tirana vijon të bashkëpunojë me Interpol Romën për të finalizuar procedurën e ekstradimit të 35 vjeçarit Martin Zheri. Një 31 vjeçar u arrestua nga policia e Korçës mbrëmjen e së martës gjatë një kontrolli të kryer në një lokal ku rezultoi se i riu posedonte një armë zjarri pa leje. I arrestuari është Andi Qeraxhi, një emër i njohur për policinë për shkak precedentëve penal. Sipas burimeve zyrtare, 31 vjeçari ka qenë i përfshirë në disa ngjarje kriminale, ndërsa në vitin 2017 ka qelluar me Kalashnikov drejt një lokali në periferi të qytetit Korçës. Ai rezulton gjithashtu i përfshirë edhe në trafikimin e lëndëve narkotike. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Korçës për veprimet mëtejshme, ndërsa policia vijon hetimet për dokumentimin e plotë të rastit. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me informacione të reja. Rikthehemi në studion edicionin informativ, shohim tani të tjera zhvillime. Nga treni elektrik që mbeti kantier tek aeroporti i Vlorës pa fluturime, nga dëmshpërblimi i banorëve për zjarret deri te nafta e shpiragut që u shua, bashkë me premtimet për 24 orë ujë, 2 avion zjarrfikës, shkolla të reja e legalizime. Faktoje ka renditur gënjeshtrat e 2025-s, vit kur propaganda u përdor si mjet elektoral. 2025 ishte vit zgjedhor dhe si çdo vit zgjedhor në Shqipëri premtimet ishin të shumta dhe të përsëritura. Në mbyllje të vitit faktoje ka renditur faktet që flasin për kantiere të pambyllura, projekte të dështuara rrugësh, afate të shtyra dhe qytetarë të zhgënjur. Në prezantimet 3D të qeverisë, Tirana lidhet me Durrësin dhe Rinasin nga një tren modern elektrik. Në terren prej më shumë se 4 vitesh ekziston vetëm një kantier që s'po mbaron. Me disa afate të shkelura, Hekurudha Tiranë-Durrës-Rinas është ende larg përfundimit. Afati i ri i operimit të trenit elektrik është fundi i vitit 2026. Në pranverë skenari i njohur i fluturimit elektoral u rikthye në prag zgjedhjesh me zbritjen e avionit të parë testues në pjesën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Qeveria premtoi se aeroporti i Vlorës do të niste fluturimet këtë vit, por faktet tregojnë se në realitet fluturimi vetëm mbeti ai testues i 8 majit. Naft Premium si e Arabisë Saudite. Kështu e prezantoi qeveria zbulimin e naftës në shpirag, por testet e kompanisë Shell rezultuan zhgënjuese. Giganti holandez është drejt largimit nga Shqipëria. Fondi sovran mbeti një ëndër e bukur bashkë me premtimin për epokë të re ekonomike nga nafta në shpirag. Që nga 2013, ky është refreni i çdo fushate elektorale, por vendi ende vuan nga mungesa e furnizimit me ujë 24 orë. Afati i ri për të njëjtin premtim është shtyrë në 2030-ën. Këtë vit gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Edi Rama premtoi se në 2030-ën 100% e qyteteve dhe 80% e fshatrave do të mbulohen me ujë 24 orë. Premtimi i bërë nga kryeministri Rama gjatë fushatës elektorale se Shqipëria do të kishte 2 avion zjarrfikës të gatshëm për sezonin veror, rezultoi i pambajtur. Këtë verë, vendi kaloi një situatë dramatike për shkak të zjarreve që shkërmbuan mbi 60.000 hektar me pyje dhe kullota, por të vetmit avion zjarrfikës ishin ata të ardhur nga vendet e BE-s përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. Qeveria premtoi dëmshpërblim dhe rindërtim të banesave për të gjithë banorët e zonave të prekura nga zjarret këtë verë. Në fund të vitit ata ende presin për mbushjen e këtij zotimi. Në nisje të fushatës, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria e tij kishte ndërtuar 450 shkolla të reja në 10 vite. Faktet tregojnë se janë rindërtuar ose zgjeruar vetëm 43 institucione arsimore. 6 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019, procesi i rindërtimit është afër mbylljes financiare, por jo i përfunduar në terren. Qeveria ka shpenzuar 131 miliard lekë dhe raporton se 90% e projekteve janë ndërtuar. Ministria e Mjedisë premton se Shqipëria do të arrinte standardin evropian të flamurit blu për cilësinë e ujërave larës, por raportet e BE-s na rendisin në vendin e fundit në Europë për cilësinë e ujërave bregdetare.
Ky është premtimi më i vjetër i ricikluar. Çdo zgjedhje sjell një valë të re legalizimesh të premtuara, por procesi nuk ka fund. Dosjet shtohen, afatet shtyhen dhe qytetarët mbeten peng të një premtimi që nuk po përmbushet, që nga nisja e procesit të legalizimeve në vitin 2006 dhe deri më tani, legalizimet janë përdorur si mjet i rëndësishëm për mbështetje politike, sidomos në fushata zgjedhore. Verifikimet nxjerrin në pa hendekun mes premtimeve dhe realitetit, veçanërisht në një vit zgjedhor si ky që po lëm pas. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se 16.000 faqe të dosjes së dorëzuar nga SPAK në kuvend, përmes të cilës kërkon heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, nuk janë prova. Në konferencën për shtyp, kreu i qeverisë tha se 16.000 faqet nuk janë produkt i hetimit, por arkivi i ministrisë që drejtohet nga Balluku. Rama deklaroi se nuk ka asnjë shans që t'jap dorëheqje, duke theksuar se zgjedhjet e radhës janë ato të vitit 2029. Dosjen hetimore që prokurorët e SPAK kanë dorëzuar në kuvend dhe mbi të cilën kërkojnë heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku për të arrestuar më pas, kryeministri Edi Rama nuk i vlerëson si prova. Dosjen voluminoze kreu i qeverisë e quajti si një vandak me dokumenta zyrtar. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Nuk janë absolutisht produkti i hetimit. Se s'ka si t'jenë produkti i hetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, arkivi i ministrisë futur brenda. Në konferencën e fund vitit, kryeministri mori në mbrojtje drejtoreshën e Akshit Mirlinda Kërçanaj, e cila gjendet në arrest shtëpie në akuzat për shkelje të barazisë në tendera dhe grup të strukturuar kriminal. Kjo është pjesë e hetimeve, unë nuk kam asnjë dieni për këtë dhe nuk mund bëj asnjë koment për gjysmë të vërteta që dalin lart e poshtë. Do bëhen hetime, do bëhet proces, do bëhet gjykim, është proces që do t'rregojë në fund, por di një gjë, që në krye të skuadrës së Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Kërçanaj. Tirana është pa një kryebashkiak dhe për këtë shefi i ekzekutivit thotë se ende nuk e di se çfarë faji ka bërë Erion Veliaj. Kyçur në qeli pa gjyq. Dhe ndërkohë vazhdon kërkimi i provave. Unë akoma se kam marrë vesh çfarë ka bërë konkretisht. Nuk e kam kuptuar çfarë ka bërë. Korrupsion në kuptimin e fjalës korrupsion nuk kam parë. Mbase nuk e kam parë unë. SPAK-un Rama nuk e konsideron opozitë e qeverisë, madje për institucionin që ka goditur më shumë në radhët e qeverisë socialiste, kryeministri thotë se është krijuar dhe është në këmbë fal vullnetit të majorancës që drejton. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisë, i mbështetur nga kjo forcë qeverisë, i garantuar nga kjo forcë qeverisë në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Rama komentoi edhe mbi komunikimet mes Ballukut dhe Elvis Berberit, pjesë e dosjes së SPAK për biznesmenin Ram Geci. Ai pranoi se ka ndërhyrë dhe ka takuar e pritur biznesmen të shumt. Ti them ministrave tako këtë, tako atë, unë këtë nuk e di për Ram Gecin në atë rast, po e bëj për Ram Gecin e për gjithë shokët e Ram Gecit sa herë është nevoja. Kompaninë turke, kam takuar shumë kompani turke, kam takuar dhe të kompani dhe i takoj gjitha kompanit dhe nuk dua të di fare se çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri. Në një kohë kur qeveria që drejton është goditur fort nga SPAK muajin e fundit, Edi Rama nuk shikon asnjë arsye për të dhënë dorëheqje apo për shkuarjen e zgjedhjeve të parakohshme. Çfarë është ky mohabet do jep dorëheqje? Ne morëm 83 mandate në qershor apo e keni harruar?
Ha pra, çfarë dorëheqje për çfarë? Kështu që jo janar, jo shkurt. Në 2029 do llafosemi prapë. Të tjerat, se cili bën punën e vet. Shiu ka punën e vet, ne kemi punën tonë, thoshte Loro Boriçi, dhe deri 2029 me qeverinë e Partisë Socialiste me 83 mandate në parlament. Kryeministri deklaroi se vepra shpërdorimi i detyrës është një vepër që edhe për vetë Bashkimin Evropian është një term që futet një thes i madh. Ai tha se Bashkimi Evropian ka nxjerrë një direktivë të re për ta riparë këtë nocion, qëndrim ky që mund të paralelmërojë ndryshime ligjore edhe në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një konferencë për mediat ku bëri një bilanc të vitit 2025 duke cilësuar atë si një vit të shënuar nga problematika serioze në funksionimin e institucioneve dhe procesit demokratik në vend. Berisha u shpreh se kryeministri Edi Rama ka bllokuar kërkesat e prokurorisë për pezullimin dhe heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sali Berisha i përgjigjet deklaratës së kryeministrit Edi Rama se nuk do të jap dorëheqjen deri në 2029-ën. Sipas kreut të PD-s, kreu i qeverisë tashmë do të përballet me zemërimin e shqiptarëve dhe sa ata do e heqin nga posti që mban. Shqiptarët do t'i tregojnë vendin atij, dorëheqja ishte opsioni. Çdo njeri në kushtet e tij, përveç atij, do të kishte dhënë dorëheqjen. Atëherë unë i them dhe ndaj e mbylla, prite zemërimin e popullit shqiptar. Shqiptarët nuk do mundet kur t'i vjedh më, siç ka ndodhur deri sot. Në konferencën me gazetarët, lideri i demokratëve tha se Edi Rama përmbron Belinda Ballukun që sipas tij, bashkë me të, janë dy nga personat që kanë vjedhur më shumë paratë e shqiptarëve. Dosjet e Lubi Ballukut nxorën para shqiptarëve dhe botës ftyrën e vërtet të hajdutit Edi Rama. Ato dëshmuan se autori i tunelit Llogaraz dhe i vjedhjes jo 50, por 93 milion eurove në këtë tunel, autori kryesor është Edi Rama. Ato dëshmuan se lotët e rrugëve të Tiranës, në lotët e Unazës Tiranës, përveç Lubis është dora e zeze e Edi Ramës që ndante tendrat. Ndaj Edi Rama, në një vendim antikushtetues, antiligjor, në një provokacion të ulët për çdo shqiptar që ka paguar taksat e tij dhe janë vjedhur nga Lubi Balluku dhe Edi Rama, një provokacion të pandëgjuar ndonjëherë, bllokoi kërkesat e prokurorisë me gjykatës të padenj për të cilët shkelmojnë kushtetutën një lloj sikur të ishte një organizatë partie e Partisë Socialiste, e Partisë Krimit, dhe tani nga zyra e tij, në mënyrë identike me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqet e sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun, prandaj ktheni mbrapsht se s'hiqet imuniteti i saj. Akuza Berisha lëshoi edhe ndaj Linda Ramës, për të cilin kreu i PD-s thotë se drejton kopshtin privat të bashkëshortit të saj, duke ju referuar Akshit. Afera më e zezë e të gjitha zezave është Akshi i familjes Rama. Gjerë 2 vite më parë, fituesi të gjitha tendrave de facto ishte Armand Frangu, kunati i Linda Ramës, Baxhanaku i Edi Ramës. Por pas zbulimit, pas vërtetimit të ndërhyrjes së bashkëshortes kryeministrit, u vepru me prestonome. 93% e gjithë tendrave të kopshtit privat të Edi Ramës fitoshin vetëm nga 2 kompani, që të dyja absolutisht në fakt kompani të Armand Frangut. Kompania e Ermal Beqirit dhe Ergysh Sagasit. Në rezumen e vitit 2025 që bëri Berisha, tha se Rama ka vjedhur zgjedhjet, ka minuar demokracinë në kuvendin e Shqipërisë dhe ka kthyer Shqipërinë në një narkoshtet. Ministria për punët e jashtme Elisa Spiropali ka uruar shqiptarët për festat e fundvitit. Ndjekim video mesazhin e saj. Të dashur bashkëqytetar, mbyllim një vit që solli për Shqipëri sfida, por edhe lajme shumë të mira. Më i miri nga cilët, padyshim ishte hapja me sukses e të gjithë grup kapitujve në vetëm 13 muaj. Shqipëria është sot vendi kandidat që ecën më shpejt dhe më vendosmërisht drejt familjes tonë natyrale europiane. Dhe vrapi ynë drejt Europës nuk matet më me nëse, por me kur.
Megjithatë, më e vështira vjen tani, kur shpejtësia hapjes së grup kapitujve duhet ta njësojmë me shpejtësinë e reformave shtetërortuese dhe përmbushjes së të gjitha kushteve. Prandaj në vitin 2026 do të vijojmë të udhëheqim me vizion dhe vendosmëri në këtë proces, duke vijuar bashkëpunimin e ngushtë me të gjithë partnerët tanë evropian. Viti që po lëm pas do të mbahet mend si viti kur u bë realitet premtimi për votën e diasporës. Por të drejtat e shqiptarëve as fillojnë dhe as përfundojnë te kutia. Me ligjin e ri të diasporës për herë të parë kemi ndorë një mekanizëm që mbron dhe promovon të drejtat tona në një ombrell të koordinuar nga Tirana prej Kalifornisë deri në Australi. Vizita diplomatike në Itali, Greqi, Maqedoninë e Veriut, Holand, Kroaci, Danimark, Izrael, Irlandë e Veriut, NATO, OKB e tjera, si dhe të gjithë partnerët ndërkombëtar që kemi pritur në Tiranë, kanë dëshmuar se politika jone e jashtme është sot më aktive, më e besueshme dhe më e respektuar se kur më parë. Në këtë stad të ri zhvillimi ku gjendemi, viti i ri na gjen në një nivel të paprecedent përgjegjësie, por edhe nivelin më të lartë të ambicieve. 2026 do të nisë me pensione më të larta, paga më të larta, investime rekord, rritje ekonomike në një trend përshpejtues. Dhe duhet përfundojmë me jetëzimin e plot reformave shtetërortuese, plotësimin e kapitujve, njësimin e standardeve europiane dhe mbi të gjitha respekt e dinjitet për Shqipërinë e shqiptarët kudo në botë. Diplomacia jon do të mbështesë këtë realitet të ri. Do të bëjë që zëri ynë i arsyes pro Europës, pro zhvillimit, pro stabilitetit të dëgjohet për Shqipërinë e shqiptarët kudo në botë. Të dashura, motra e vëllezër. Në mbyllje të vitit 2025, shpreurimet më të mira për gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë. Një urim veçantë për shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë Veriut, Malit të Zi, shqiptarët e Luginës Preshevës, Greqisë, Italisë dhe kudo ndodhen në diasporë. Kudo ku kanë ndërtuar jetën dhe suksesin pa harruar në asnjë moment rrënjtë e veta. Ju jeni ambasadorët më të mirë të vlerave kuqezi. Uroj më të mirën për fëmijët tanë, që të rriten të shëndetshëm dhe me përkujdesjen që meritojnë. Uroj më të mirën për studentët, të rinj dhe të rejat, që do të marrin gjithmonë e më shumë stafetën e drejtimit të Shqipërisë. Për prindrit dhe të gjithë ata që me djersën e punës tyre kontribojnë për një të ardhme më të mirë, për familjet e tyre, por edhe për vendin tonë. Për punonjësit dhe punonjëset e administratës shtetërore, shërbimi dhe pasioni i cilëve është aset i Shqipërisë europiane. Si dhe për të gjithë gjyshrit dhe gjyshet, që kanë parë shumë sfida e vështirësi në jetën e tyre dhe për cilët uroj që të shohin po aq ditë mira e të bardha. Të gjithë uroj nga thellësia e zemrës, gëzuar shëndet e mbarësi në familjet tuaja. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Një grabitje ndodhi në një bank kursimesh në qytetin perëndimor Gelsenkirchen në Gjermani. Autorët ende pa identifikuar hynë në bank duke vjedhur para dhe bizhuteri në vlerë rreth 30 milion euro. Sipas policisë gjermane, grabitësit përdorën mjete profesionale, përfshirë një pajisje të fuqishme për të shembur murin e kasafortës. Një bank kursimesh u grabit në qytetin perëndimor Gelsenkirchen të Gjermanisë, ku autorët arritën të hynin brenda institucionit financiar, duke shfrytzuar periudhën e qetë të festave të fundvitit. Grabitësit arritën të merrnin deri në 30 milion euro, duke thyer më shumë se 3.000 kasaforta personale të klientëve, njoftoi policia. Autorët shpuan një mur të trash betoni në një garazh parkimi në një deg të bankës Sparkase, duke arritur të grabisnin paratë e qytetarëve. Shumica e dyqaneve dhe bankave mbyllën në Gjermani gjatë periudhës së festave të fundvitit, duke nisur nga mbrëmja e 24 dhjetorit, dhe policia zbuloi vjedhjen vetëm pasi një alarm zjarri u aktivizua. 10 klientë të zemëruar u mblodhen përpara bankës të martën, duke brohoritur me zë të lartë, na lejoni të hyjmë, nuk munda të flija mbrëm, nuk po merrnim asnjë informacion, tha një burr për televizionin Welt, ndërsa priste jashtë degës, duke shtuar se kishte përdorur kasafortën për 25 vjet dhe se aty kishte kursimet e tij të një jete. Një tjetër burr tha se përdorte kasafortën e tij për të ruajtur para dhe bizhuteri për familjen e tij. Një zëdhënës i bankës Sparkase në Gelsenkirchen nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga mediat e huaja. Ende nuk ka asnjë të dyshuar të arrestuar, ndërsa hetimet vazhdojnë për të identifikuar autorët dhe mënyrën e largimit të tyre.
Tajvani ndodhet në gatishmëri të lartë këtë të mërkur, një ditë pasi Kina organizoi stërvitje masive ushtarake rreth ishullit. Në stërvitjen ushtarake u përdorën 10 raketa dhe një numër i madh anijesh luftarake dhe avionesh pranë ishullit në një shfaqje force që shkaktoi shqetësim tek aleatët perëndimor. Taipei dënoi stërvitjet si një kërcënim për sigurinë rajonale dhe një provokim të hapur. Tajvani ndodhet në gatishmëri të lartë këtë të mërkur, një ditë pasi Kina organizoi stërvitje masive ushtarake rreth ishullit, duke mbajtur qendrën e saj të reagimit detar emergjent në funksion, ndërsa monitoronte manovrat detare kineze, njoftoi roja bregdetare. Gjatë stërvitjeve të quajtura Misioni i Drejtësisë 2025, Kina lëshoi 10 raketa drejt Tajvanit dhe vendosi një numër të madh anijesh luftarake dhe avionesh pranë ishullit në një shfaqje force që shkaktoi shqetësim tek aleatët perëndimor. Taipei dënoi stërvitjet si një kërcënim për sigurinë rajonale dhe një provokim të hapur. Aktualisht ka më shumë se 90 anije detare dhe të rojes bregdetare kineze në rajon, shumë prej të cilave po vendosen në detin e Kinës jugore pranë Tajvanit dhe detit të Kinës lindore në një shfaqje të madhe force detare. Thanë për Reuters 2 zyrtarë sigurie në rajon. Kina është në mes të asaj që tradicionalisht konsiderohet një sezon i ngjeshur për stërvitje ushtarake. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha të mërkurën se 77 avion ushtarak kinez dhe 25 anije të marinës dhe rojes bregdetare kishin operuar rreth ishullit në 24 orët e fundit. Midis tyre 35 avion ushtarak kishin kaluar vijën e mesme të ngushticës së Tajvanit që ndan të dy anët, shtoi ajo. Kina i konsideron ushtrimet si një masë të nevojshme dhe të drejtë për të mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial. Ato ishin një paralajmërim i ashpër kundër forcave separatiste të pavarësisë së Tajvanit dhe ndërhyrjeve të jashtme theksuan autoritetet në Pekin. Kina nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të marrë Tajvanin nën kontrollin kinez. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanue.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë me këtu, faleminderit për vëmendjen.